Ndërkohë, një nga vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, e ka deklaruar qartë se Shqipëria ndodhet në një moment kritik sa i përket procesit të antarësimit, dhe kjo u pa edhe në rastin e Belinda Ballukut, ku Edi Ramës ju kërkua që të mos e mbronte atë në kuvend. Dhe ka bërë që Edi Rama të hyjë në një kurs përplasje edhe me gjermanët. Në këtë rast, çfarë e pret nga vetë gjermanët, të cilët ja bën qartë që të mos i dilte në blok në mbrojtje Belinda Ballukut, pra dhe të mos mbronte korrupsionin në nivele të larta? Narcizmi i Ramës dihet, ai është kthyer në një narciz, një njeri që ka ndërtuar mafia në shtet, normal që nuk pyet më, se ai ecën me rregullat dhe lojën e tij, jo me rregullat ndërkombëtare apo me rregullat demokratike të themi. Ai ecën me atë ndërtimin e shtetit të tij, tash ai ka ndërtuar mafia në shtet dhe nuk diskutohet. Kjo tregon hapet dita ti. Nuk ka nevojë ta komentojmë shumë. Por pjesa e gjermanëve është, mos harroni, këtu ka qenë para 3 muajsh që ministri i jashtëm i Gjermanisë erdhi në SPAK dhe bëri takimin. Dhe ju kam thënë që në Gjermani është çështja e Zibrakës, një që dështoi dhe gjerman nuk e falin kollaj atë lloj dështimi që bën, sepse ishte një hetim i viteve dhe kur erdhi puna për ta finalizuar ishte dështim sepse u dekonspiru brenda territorit shqiptar, nga policia, nga shikua, nga nga gjithë strukturat tona. Dhe sot gjermanët kanë në dorë edhe call centerat, hetimin e call centerat, ku Olçi Rama është në krye të listës në këtë hetim. Kështu që ky ishte edhe guri tjetër, domethënë, apo themi pika e nxehtë. Rama prandaj është nxjerr me gjerman, në qëndrimin që mban ndaj gjermanëve, duke i fyer. Është tërbuar madje. Pra duke i fyer dhe bërë. Ai nuk e ka hallin tek gjermani tek porti i Durrësit apo tek Belinda. Tek gjermani, apo ja u them prapë që tek gjermani ai e ka hallin të gjithë tek dosja që ka Gjermani në hetim për sa i përket call center në Gjermani, për lekat që janë vjedh qytetarëve europian nëpërmjet tyre call centerave, dhe këtë hetim e ka Gjermani. Gjermani nuk mund ta e di tashmë funksionin se si luhet në Shqipëri, dhe prandaj tash para 3 muajsh erdhi ministri i jashtëm i Gjermanisë, i bëri takimin tek SPAK-u, dhe dosja është drejt përfundimit. Kjo dosje është drejt përfundimit dhe ata nuk mund, Rama kërkon me çdo kusht që të ngrej një alibi kashi Gjermanisë për të nesër, për ta quajtur që po bëjnë një sulm personal, themi, edhe të vazhdojmë atë Republikën e Prokurorëve, siç vazhdon Shqipëri, që i quhen Republikë Prokurorësh, tash i kërkon që mos ndërhyjnë në punët e brendshme të vendit, e thash në njëjtën kohë që s'ka lidhje fare me punët e brendshme të Shqipërisë, sepse ajo është një aferë e cila është ndërtuar në këtë lloj forme, ashtu siç Rama ka ndërtuar atë aferën tjetër me francezët, ku ka ndërtuar një kompani dhe pastaj atë kompani, u kam thënë edhe herë tjetër, atë kompani e transferoi në Amerikë, është një kompani jo e dyshim, por është një kompani e cila merr gjithë informacionet edhe lidhur me agenturën kineze, kështu që Rama është i kapur në të gjitha drejtimet në këtë pjesë. Tash më ngelet për të parë se sa e zonja është drejtësia jonë, apo SPAK-u ynë, për të vepruar ka shi një kryeministri, edhe pse është në detyrë. Dhe kjo ishte gjithë loja që ai bëri me Belinda Ballukun për sa i përket të vendimit që mori SPAK-u për pezullimin nga detyra. Ju mund ta keni dëgjuar që ai shpesh herë dhe jo rrallë herë ai e përmendte që SPAK-u mund marrë një vendim edhe për kryeministrin që të lirohet nga detyra. Dhe kështu që ai më tepër ka atë hallin e tij tashmë se si do shkojnë me ndërkombëtarët. E gjithë marrëdhënia që ka SPAK-u me ndërkombëtarët, dhe si do veproj SPAK-u për sa i përket këtyre aferave, të cilat janë të dukshme, nuk është se janë a priori apo konspirative, të themi kjo është konspirative, sepse kjo nuk duket, kjo nuk është porti Durrësit, është aty ku është.
e gjithë situata dihet se si është dhe nuk ka nevojë për komente. Domethënë këtu nuk ka nevojë as për fakte, as për hetim, themi se faktet janë aty, po për hetim nuk ka ne hetim të madh sepse letrat janë aty. E gjithë tendra që aty thash vetëm me idenë se kush e ka ideuar Porto Romanon, dhe prishjen e portit turse dhe del çdo gjë del e pastër dhe e qartë është ideja dhe vullneti i Ramës. Në këtë rast, a mund të jenë gjermanët ata që mund të fundosin Edi Ramën dhe nga ana tjetër sa mund të shërbej, po themi, dosja e Xibrakës, siç e thatë ju, që mund të përshpejtoj fundin e Edi Ramës në krye të qeverisë? Jo, dosja Xibraka është dosja e cila i la deri, po themi, treqereku i aksionit ishte i kryer dhe u bë, nuk themi se s'u bë, por ama ai koka që duheshin kap, dhe duheshin kap flagrant dhe janë ato të cilët iku, një nga ata është i vllai i Ramës. E kuptoj, ju e dini shumë mirë që në Moriqan del që ka kaluar një person po me targa makinës e të gjitha, po ky person nuk identifikohet, po nuk është atë që bëri spagu si deklarat që nuk është ky, po nuk e kemi verifikuar akoma, po s'është ky, ishte një moment që Ramës i duhesh ajo dhe e bën ata spagu e bëri, prandaj them qëndrimi i spagut që do jetë Gjermania tashmë ka marrë atë liderin e Europës dhe duke qenë pjesë edhe e Bashkimit Evropian, një nga vendet lider të Bashkimit, mos them lider i Bashkimit Evropian, patjetër që ka një ndikim tjetër tashmë, nuk është më se është themi që dhe Gjermania, ju thash edhe shparë, dhe Gjermania ishte po ajo që kërkoi të bëhesh rezoluta kundër Ramës, por me sa duket akoma vazhdojnë ato kulisat e brendshme, funksionojnë akoma si duket, qoftë edhe me Meloni, që ishte e para që nuk mori pjesë, ai s'ishte dakord për të rezolute dhe kështu që gjermanët e kanë prioritet. Thash, e para herë që e kanë prioritet sepse janë vjedhur shtetasit europian. Dhe të përgjigjen për shtetasit europian, jo për Ramën, themi. Por duke qenë se është i vllai Ramës në lojë, ai është në krye të listës në ato aferat e call centerit, patjetër që dalin gjithë hetimet, pastaj mos harroni se s'ka enkorçat, nëse do të shihni të gjitha, unë kam thënë me kohë që të gjithë fijet shkojnë, të gjithë grupet, të gjithë fijet shkojnë nga Rama dhe unë jo pa qëllime kam qytë Rama ka ndërtu mafia në shtet, nuk e kam qytë kotse. Nuk jam, domethënë që të vej epitetet të kota, apo emërtimet të kota. Por ky e ka ndërtuar vërtet mafia në shtet dhe këtë e tregoi qoftë edhe me votimin që bëri për Ballukun, që nuk pati asnjë vot kundra nga partia vet, e cila arreshtohet në mënyrë unanime sepse nuk kanë as identitet, as karakter, nuk janë politikan, janë njerëz të cilët përfaqësojnë grupe të ndryshme kriminale, mund të përfaqësojnë interesat e lidhura me interesat e ndryshme. Dhe nuk janë politikanë, kalamaj, topa kalamaj vehen aty, njerëz pa identitet vehen aty dhe ata normal që komandohen, jo se komandohen nga Rama tashmë, por komandohen nga grupimet që ata i kanë vendosur dhe që kanë hedhur para për që në ata në ato lloj postesh. Të kalojmë pak tek rezoluta që miratoi Parlamenti Shqiptar duke cilësuar Iranin si sponsor të terrorizmit. Në këtë rast, çfarë e shtyu Edi Ramën që të miratonte një rezolutë tillë teksa asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian nuk e ka miratuar rezolut tillë dhe duhet thënë që ne jemi vendi i dytë në botë pas Shtetet Bashkuara të Amerikës që kemi një rezolut tillë që konsideron gjithë shtetin, pra jo vetëm Gardën Revolucionare, por gjithë shtetin e Iranit si sponsor të terrorizmit. Nëse do ta keni vënë re lajmin me kujdes në momentin që u miratua rezoluta në Parlamentin Shqiptar, mas 1 minutë e gjysmë ishte ministri i jashtëm i Izraelit, i cili e përshëndeti dhe e quajti një rezolutë fantastike, një rezolutë të shkëlqyer. Kjo Rama nuk e mos harroni vizitat që ka bërë Rama në Izrael dhe
aferën korruptive që ka bërë Rama me kompaninë izraelite për sa i përket armatimit, një kompani të cilën NATO e kishte 2 muaj që e kishte nxjerrë jashtë lojë, domethënë, dhe pse i thënë Rama i dinte shumë mirë që NATO e kishte skualifikuar atë lloj kompanie, Rama bën kontratë pikërisht me atë kompani, sepse Rama ecën me atë iden brillant që kanë shqiptarët, që lobby grek komandon edhe Amerikën, janë të fuqishëm në Amerikë nëpërmjet lobbyt grek, dhe plus pastaj lobby që fut, dhe plus pastaj që ky ka në paradhomën e tij, domethënë këshilltarin e tij ka izraelit, kështu që patjetër do ta bënte për të treguar dhe për të treguar tek Amerika, jo tek Izrael, por tek Amerika për të treguar afirmitetin e tij, atë ju them këtyre këta mirë që shiten, por këta s'kërkojnë as kusur. Një gjë që s'ta ka kërkuar gjë. Sepse është një rezolutë e cila nuk ka efekte. Nuk ka efekte për një arsye të thjeshtë. Ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie ekonomike me Iranin. Ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie politike dhe diplomatike. Ne nuk kemi ambasadë i kemi ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin, kështu që ne jemi një shtet që nuk kemi asnjë lloj lidhje me Iranin. Në këtë lloj kushe, ajo rezolutë nuk të prodhon absolutisht asgjë. Nga këtë pamje diplomatike nuk të prodhon gjë. Nuk është një rezolutë që do ta ndjekin të tjerët. Jo, thuhet që është iniciuar si kundër përgjigje ndaj sulmeve kibernetike të Iranit. Sulmet kibernetike të Iranit, sulmet kibernetike të Iranit nuk janë sulme të Iranit, sepse Irani në radhë parë nuk ka pse harxhon dhe para, themi se edhe sulmet kibernetike shpenzim paraje janë, për sa i përket Shqipërisë. Por shifni një moment. Në Shqipëri akshi ka dalë hapur, domethënë që komandohet nga Rama dhe gjithë tendrat, gjithë sulmet, gjithë gjërat bëheshin nga vet akshi, pikërisht për të justifikuar ato tendrat marramëndse miliardësh që merren, dhe ne sot jemi një vend i cili nga pikpamja kibernetike jemi zero absolut. Ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje. Por pse doli, sepse këtu lind pyetja, pse doli ky sulm kibernetik 2 ditë para votimit Belinda Ballukut? Sepse do të kuptojmë një gjë. Në momentin që kompania apo hakeri deklarohet, bëhet publik, pra ta deklaron që unë sulmoj faqen tënde, duhet dini që ai ka një vit, 2 vit para që e ka sulmuar atë, dhe ka një 2 vjet që e kontrollon atë faqe. Momentin që ai shfaqet, ai është fundi, ose të themi më mirë dalja nga ky sistem. Pra nuk është se u sulmua atë dite. Ajo faqe ka qenë sulmuar 1 vit përpara, themi. Dhe ai ka marrë të gjithë të dhënat. Pra, por problemi është se si është mundë kaq rastësore ndodhin të gjitha këto sulmet kibernetike. Kur duan të hikin njerëz me precedente penale, kur unë kam denoncuar që në Shqipëri ka qenë kryetari i mafjas së Italisë, të cilin e ka deklaruar vet prokurori Pulës, njeriu më i rrezikshëm. Dhe çuditërisht ka ardhur në Shqipëri, po ne në atë moment që ai ka ardhur në Shqipëri, jemi sulmuar në mënyrë kibernetike nga Irani, sipas Ramës, dhe ai është futur në Shqipëri. Se kush e ka takuar, kush e ka pritur, kush e ka përcjell me kë kandidatë, kë ka vajt, nuk ka asnjë lloj informacioni. Por edhe kur ka dalë nuk ka asnjë lloj informacioni, dhe juve ju kujtohet shumë mirë që çuditërisht pikat kufitare të Shqipërisë nuk punonte se na sulmonte Irani. Po me ky Irani ka vetëm ne e pas kërkuar. Dhe ne jemi një vend kaq shumë, sa ne jemi ajo pika e globit ku i kemi çdo gjë, çdo informacion, kemi ne që do të na sulmojnë ne. Po kjo është loja e tij, dhe për të vënë një etiket dhe për të treguar dashamirës me Izraelin, për të afruar me Izraelin, arriti që t'i mush mendjen budallënin në Shqipëri,
se Irani po na sulmon, kur Mekën e ka këtu, se Spaku nuk shkoi në Iran, kontrollet e Iranit, po më duket se ka spakoi tek Mekka.